Data 12 korrik, Jozueu, kapitulli 16. Pjesa që ju dha me short bijve të Jozefit shtrihej nga Jordani pranë Jerikos në drejtim të ujrave të Jerikos në lindje, deri në shkretë të tjerën që ngjitet nga Jeriko në Bethel në përkarhinën malore. Kufiri vijonte pastaj nga Betheli në Luz dhe banonte në Ataroth në përkufirin e Arkejve, dhe zbriste në perëndim në drejtim të kufirit të Jafletejve deri në kufirin e Beth Horonit të poshtëm dhe deri në Gezer, duke mbaruar në det. Kështu bijtë e Jozefit, Manasi dhe Efraimi patën secili trashëgiminë e vet. Këto që janë kufit e bijve të Efraimit sipas familjeve të tyre. Kufiri i trashëgimisë së tyre në lindje ishte Atrothit deri në Beth Horonin e sipërm. Kufiri shtrihej deri në det në veri të Mikmethathit. Pastaj kthente nga lindja deri në Tanath Shiloh dhe i kalonte përpara në lindje të Janoahut. Nga Janoahu zbriste pastaj në Ataroth dhe në Rah dhe zgjatej deri në Jeriko për të mbaruar në Jordan. Nga Tapua, kufiri shtrihej në perëndim deri në përruan Kanah dhe mbaronte në det. Kjo që trashëgimia e fisit e Efraimit, sipas familjeve të tyre, bashkë me qytetet e rezervuara për bijtë e Efraimit në mes të trashëgimisë së bijve të Manasit, të gjitha qytetet bashkë me fshatrat e tyre. Por ata nuk i dëbuan Kananejt që banonin në Gezer. Kështu Kananejt kanë banuar në mes të Efraimit deri ditën e sotme, por u bën sklever. Jozueu, kapitulli 17. Kjo që pjesa që i ra me short fisit të Manasit, sepse ai ishte i paralindur i Jozefit, Maikirit, të paralindurit të Manasit dhe Ati Galaadit, ju caktua Galaadi dhe Bashani sepse ishin luftëtar. Ju dha me short gjithashtu një pjesë bijve të tjerë të Manasit, sipas familjeve të tyre. Bijve të Abiezerit, bijve të Helekut, bijve të Asrielit, bijve të Heferit, bijve të Shemidit. Këta ishin fëmijët meshkuj të Manasit, birit e Jozefit, sipas familjeve të tyre. Celofehadi, biri e Ferit, biri Galadit, biri Makirit, biri Manasit, nuk pati djem, por vetëm vajza, të cilat quheshin Mahlah, Noah, Miglah, Milkah dhe Tircah. Ato u paraqiten para priftit Eleazar, para Jozueut, birit të Nunit dhe para princave, duke thënë: Zoti urdhëroi Mojsiun që të na jap një trashëgimi në mes të vëllezërve tan. Dhe Jozueu u dha një trashëgimi në mes të vëllezërve të Atit të tyre, sipas urdhrit të Zotit. Kështu i ranë 10 pjesë Manasit, përveç vendit e Galaadit dhe të Bashanit që ndodheshin matan Jordanit. Në fakt bijat e Manasit morin një trashëgimi në mes të bijve të tij, dhe vendi Galaadit u caktua bijve të tjerë të Manasit. Kufiri i Manasit shtrihej nga Asheri në Mikmethsah, që ndodheshin përballë Sikemit, pastaj kthente nga Ediatha në drejtim të banorëve të En Tapuahut. Vendi Tapuahut i përkiste Manasit, por Tapuahu në kufi të Manasit ishte pronë e bijve të Efraimit. Pastaj kufiri zbriste në përruan Kanah në jug të përrojt. Këto qytete që ishin pronë e Efraimit ngriheshin në mes të qyteteve të Manasit, por kufiri i Manasit ndodhej në krahun verior të përrojt dhe mbaronte në det. Territori në jug i përkiste Efraimit, kurse ai në veri ishte pronë e Manasit, dhe deti ishte kufiri i tyre. Në veri kufizoheshin me Asherin dhe në lindje me Isakarin. Përveç kësaj, në territorin e Isakarit dhe në atë të Asherit, Manasi zotëronte Bethshean me fshatrat e tij, Ibleam me fshatrat e tij, banorët e Dorit me fshatrat e tij, banorët e Endorit me fshatrat e tij, banorët e Tanakut me fshatrat e tij, banorët e Megidos me fshatrat e tij, 3 karhina kodrinore. Por bijtë e Manasit nuk mundën t'i pushtojnë ato qytete, sepse Kananejt ishin të vendosur të rrinin në atë vend. Por bijtë e Izraelit u bën të fortë, nënshtruan Kananejt dhe i robruan, por nuk i dëbuan krejt. Atëherë bijtë e Jozefit i folën Jozueut dhe i thanë: Pse na dhe si trashëgimi vetëm një pjesë, vetëm një hise, kur ne jemi një popull i madh që Zoti e ka bekuar deri sot? Jozueu tha atyre: Në rast se jeni një popull i madh në numër, shkoni në pyll dhe hapni tokë të re, që të keni tokë në vendin e perezejve dhe të gjigantëve, sepse krahina malore e Efraimit është tepër e pakët për ju. Por bijtë e Jozefit ju përgjigjen: Krahina malore nuk na mjafton. Dhe të gjithë Kananejt që banojnë në krahinën fushore kanë qerre të hekurta, si ata që janë në Bethshean dhe në fshatrat e tij, ashtu dhe ata që banojnë në luginën e Izraelit. Atëherë Jozueu i foli shtëpisë e Jozefit, Efraimit dhe Manasit dhe tha: Ti je një popull i madh në numër dhe ke një forcë të madhe. Nuk do të kesh vetëm një pjesë, por edhe krahina malore do të jetë jotja. Ndonse është pylli, ti do ta shpyllëzosh dhe do të jetë jotja deri në skajet e tij më të largëta. Sepse ti do t'i të bosh Kananejt me gjithë se kanë qerret hekurta dhe janë të fortë. Psalmi 148. Haleluja! Lëvdoni Zotin nga qejt,
Lëvdojeni në vendet shumë të larta. Lëvdojeni ju të gjithë ëngjët e tij, lëvdojeni ju mbar ushtrit e tij. Lëvdojeni o diell dhe hën, lëvdojeni ju mbar yje të shndritshëm. Lëvdojeni ju qejt të qejve dhe ju ujrave për miqejt. Tërë këto gjëra le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse ai dha urdhër dhe ato u krijuan. Ai ka vendosur përjet në përjetësi, por ka bërë një statut që nuk do të kaloj kurrë. Lëvdojeni Zotin nga toka ju përbindësh të detit dhe mbar oqeane, zjarr dhe breshër, borë dhe re, ajër i shtrëngatës që zbaton urdhrat e tij. Mbar male dhe kodra, mbar dru frytor dhe kedra, ju mbar kafshë të egër dhe shtëpiake, rrëshqanor dhe zogj me krah, ju mbretër të dheu dhe mbar popujt, princat dhe gjyqtar të tokës, të rinj dhe vajza, pleq dhe fëmijë, le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse vetëm emri i tij përlëvdohet. Lavdia e tij qëndron përmbi tokën dhe qejt. Ai e ka rritur forcën e popullit të tij, një arsye kjo lëvdimi për të gjithë shenjtorët e tij, për bijtë e Izraelit, një popull i afërt për të. Haleluja. Jeremia, kapitulli 8. Në atë kohë, thot Zoti, do të nxirren nga varret e eshtrat e mbretërve të Judës, eshtrat e princave, eshtrat e profetëve dhe eshtrat e banorëve të Jeruzalemit, dhe do të ekspozohen para diellit, para hënës dhe para tërë ushtrisë së qiellit, që ata kanë dashur, kanë shërbyer, kanë ndjekur, kanë këshilluar dhe para të cilëve kanë rënë përmbys. Nuk do të mblidhen, as do të groposen, por do të jenë si pleh mbi faqen e dheut. Atëherë vdekja do të jetë më e mirë se jeta, për të gjitha mbetërinat e kësaj race të keqe, në tërë vendet ku do t'i kem shpërndar, thot Zoti i ushtrive. Ti do të thuash atyre, kështu thot Zoti, në rast se dikush rrëzohet, a nuk ngrihet vallë? Në rast se dikush ndëron drejtimin, a nuk kthehet vallë? Pse pra ky popull i Jeruzalem është shmangur me një rebelim të përjetshëm? Ngulin këmbë në mashtrim dhe nuk pranojnë të kthehen. U kam kushtuar kujdes dhe i kam dëgjuar, por ata nuk flasin drejt. Asnjëri nuk pendohet për ligësitë e tij dhe nuk thot çfarë bëra unë. Secili merr përsipër vrapimin e tij si një kal që hidhet në betejë. Madje edhe lejleku i qiellit i njeh stinet e tij, turtulli, dallëndyshja dhe krilat shikojnë me kujdes kohën e kthimit të tyre, por populli im nuk e njeh ligjin e Zotit. Si mund të thoni ne jemi të urtë dhe ligji i Zotit është me ne, por ja, pena e rreme e shkruesve ka bërë një falsitet. Njerëzit e ditur do të turpërohen, do të tremen dhe do të kapen. Ja, kanë hedhur poshtë fjalën e Zotit, çfarë diturie mund kenë. Prandaj bashkëshortet e tyre do t'ju jap të tjerëve dhe arat e tyre pronarëve të rinj, sepse nga më i vogli deri tek më i madhi lakmojnë fitime. Nga profeti deri te prifti, të gjithë përdorin gënjeshtrën. Ata mjekojnë shkele shkop lagën e bijës së popullit tim duke thënë paqe, paqe, por nuk ekziston paqja. A u vinte turp vallë kur kryenin veprimet neveritshme? Jo, nuk kishin turp as pak dhe nuk dinin ç'është të skuqesh. Prandaj do të rrëzohen midis atyre që rrëzohen kur do t'i vizitoj, do të përmbysen, thot Zoti. Do t'i shfaros me siguri, thot Zoti. Nuk do të ketë më rrushte hardhia e as fiqt e fiku dhe gjethet do të fishken, edhe gjëra që u kam dhënë do t'ju hiqen. Pse rrim ulur? Mblidhuni dhe le të hyjmë në qytetet e fortifikuara dhe në to të vdesim, sepse Zoti, Perëndia ynë, na bën të vdesim dhe na bën të pim ujë të helmuar, sepse kemi mëkatuar kundër Zotit. Prisnim paqen, por nuk erdhi asnjë e mirë. Një kohë shërimi, por ja, terrori. Nga Dani dëgjohet turfullima e kuajve të tij. Në zhurmën e hingëllimave të kuajve të tij të luftës dridhet gjithë vendi, sepse vinë dhe glaborojnë vendin dhe tërë ato që ai ka, qytetin dhe banorët e tij. Sepse ja, unë do të dërgoj kundër ju zgjarprin dhe në përka kundër të cilëve nuk vlen asnjë yshtje, dhe ata do t'ju kafshojnë, thot Zoti. Sikur të gjeja ngushëllim për dhemjen time, zemra po mligështohet për brenda. Ja një zë, është britma e bijës së popullit tim nga një tokë e largët. Mos vallë Zoti është në Sion, a nuk është mbreti i tij në mes të tij? Pse kanë provokuar zemërimin tim me shëmbëltyrat e tyre të gdhendura dhe me idhuj të huaj? Korrja ka kaluar, vera ka marrë fund dhe ne nuk kemi shpëtuar. Për plagën e bijës së popullit tim jam i dëshpëruar, po mbaj zi jam i tmerruar. A nuk ka vallë ndonjë balsam në Galad? A nuk ka atje ndonjë mjek? Pse pra nuk po i vjen shërimi bijës së popullit tim? Mateo, kapitulli 22. Dhe Jezusi nisi përsëri t'u flas atyre me shëmbëltyra duke thënë: Mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti, i cili përgatiti dasmën e të birit, dhe dërgoi shërbëtorët e vet për të thirrur të ftuarit në dasmë, por nuk deshen të vinë. Dërgoi përsëri shërbëtorë të tjerë duke thënë: U thoni të ftuarve,
Ja e bëra gati drekën time. Demat e mi dhe bagëtia ime e majmur janë therur dhe gjithë shka është gati. E janë në ndasëm. Por ata, pa e përfilur, shkuan. Dikush në arën e vetë, e dikush në punën e vetë. Dhe të tjerë, mbasi kapën shërbëtorët e tij, i shanë dhe i vranë. Mbretja të herë, kur dëgjoi këtë, u zemrua dhe dërgoi ushtrit e tij për të shfarosur ata gjaksorë dhe dogji qytetin e tyre. Atëherë u tha shërbëtorëve të vet: dasma është gati, por të ftuarit nuk ishin të denj. Shkoni pra në udhkryqe dhe ftoni në dasmë çdo që dëgjeni. Dhe ata shërbëtorë dolën nëpër rrugë, mblodhën të gjithë ata që gjetën të këqij dhe të mirë, dhe vendi i dasmës u mbush me të ftuar. Por kur mbreti hyri për të parë të ftuarit, vuri re aty një njeri që nuk kishte veshur rrobë dasme dhe i tha: "Mik, si hyre këtu pa pasur rrobë dasme?" Dhe ai mbylli gojën. Atëherë mbreti u tha shërbëtorëve: "Lidheni këmbë e duar, kapeni dhe hidheni në errësirat e jashtme. Atje do të jetë qara dhe kërcëllim dhëmbësh, sepse shumë janë të thirrur, por pak të zgjedhur." Atëherë farisejt u veçuan dhe bënin këshill se si ta zinin gabim në fjalë, dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me Herodianët për t'i thënë: "Mësues, e dim se je i vërtet dhe mëson udhën e Perëndisë në të vërtetë, pa marrë parasysh njeri, sepse nuk shikon pamjen e jashtme të njerëzve. Na thuaj pra, si e mendon? A është e ligjshme t'i jepet taksa Cezarit apo jo?" Por Jezusi, duke njohur ligësinë e tyre, tha: "Përse më tundoni, o hipokrit? Më tregoni monedhën e taksës." Atëherë i sollën 1 denar dhe ai u tha atyre: "E kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim?" Ata i thanë: "E Cezarit." Atëherë ai u tha atyre: "Jepini pra Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndisë atë që i përket Perëndisë." Dhe ata, kur e dëgjuan këtë, u mrekulluan dhe e lanë dhe ikën. Po atë ditë, erdhen tek ai saducejt, të cilët thonë se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën duke thënë: "Mësues, Mojsiu ka thënë, nëse dikush vdes pa patur fëmijë, i vëllai le të martohet me gruan e tij dhe t'i ngjall pasardhës vëllait të tij. Por ndër ne ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq, dhe duke mos pasur pasardhës, ja la gruan vëllait e vet. Kështu edhe i dyti, edhe i treti, deri tek i 7. Por në fund të gjithëve vdiq edhe gruaja. Në ringjallje pra, e kujt nga këta të 7 do të jetë gruaja, sepse të gjithë e patën atë?" Por Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: "Ju gaboni, sepse nuk e njihni as shkrimin, as pushtetin e Perëndisë. Sepse në ringjallje as martohen as martojnë, por janë si ëngjët e Perëndisë në qiell. Por sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk e keni lexuar që është thënë nga Perëndia kur thotë: Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit? Perëndia nuk është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve." Dhe turmat, kur i dëgjuan këto, habiteshin nga doktrina e tij. Por farisejt, kur dëgjuan se ai u kishte zënë gojën saducejve, u mblodhën tokë. Dhe një nga ata, mësuesi i ligjit, e pyeti për ta tunduar dhe tha: "Mësues, cili është urdhërimi i madh në ligj?" Dhe Jezusi i tha: "Duaje Zotin, Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde dhe me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi, dhe i dyti i ngjashëm me këtë është: duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Nga këto 2 urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët." Por kur u mblodhën farisejt, Jezusi pyeti duke thënë: "Ç'mendoni ju për Krishtin? Biri i kujt është?" Ata i thanë: "I Davidit." Ai u tha atyre: "Si pra Davidi në frymë e quan Zot, duke thënë: Zoti i ka thënë Zotit tim, ulu në të djathtën time derisa t'i vërë miqtë tu si stol të këmbëve të tua? Në qoftë se Davidi pra i quan Zot, si mund të jetë biri i tij?" Dhe asnjë nuk ishte në gjendje t'i përgjigjej atij qoftë edhe një fjalë, bile që nga ajo ditë
askush nuk guxoi më ta pyes.